Jetë dhe stil në Radio Kontakt. Informacione, këshilla mjekësore, kuriozitete. Është e pamundur që të ndodhesh sot në një ambient publik dhe të mos vësh re ndonjë fëmijë të zhytur në ekranin e një celulari apo tablete. Jemi të gjithë dëshmitar të revolucionit teknologjik të këtij shekulli që në fakt është një thik me dy presa veçanërisht për të mitrit. Prindrit e kanë kuptuar se e rehatshme është i lënë fëmijët në shoqërinë e këtyre pajisjeve, por kjo kohë e kaluar përballë ekranit që pulson po krijon një brez me problematika në çështjet e shëndetit mendor. Kërkimet e vazhdueshme kanë nxjerrë në pas se si në rastet kur fëmijët luajnë video lojra, ashtu edhe kur ndodhen para ekranit të një celulari për një kohë të gjatë, në fakt janë duke demonstruar sjellje varësie. Por pse? Ndërkohë që truri një të rritur është më zhvilluar, i fëmijës është i ndjeshëm ndaj ndryshimeve të çdo lloji dhe kjo mund të çojë në çrregullime të mëdha. Ja disa nga llojet e problematikave. Çrregullime nga varësia ndaj internetit, ndaj lorave të internetit, nga rrjetet sociale. Kjo varësi shoqërohet me sjellje që me kalimin e kohës bëhen shqetësuese. Nëse këto sjellje pra i vini re tek fëmijët, atëherë është momenti për të treguar të vëmendshëm edhe për të vepruar. Pra, nëse shihni humbje të interesit për botën e jashtme, irritim dhe shpërthime të pakontrolluara, gënjeshtra në lidhje me kohëzgjatjen e qëndrimit para ekranit apo mbyllje në vetvete. Varësia nga ekrani mund të ketë pasoja shkatërrimtare për një fëmijë. Ndër pasojat që vinë thuajse menjëherë janë mungesa e gjumit, dhimbja e mesit, humbja ose shtimi i madh në peshë, problemet me shikimin, dhimbja e kokës, ankthet, ndjenjat e fajit dhe vetmisë. Ndërsa pasoja fatgjatë është dëmtimi i trurit. Sipas studimeve është provuar që truri i fëmijëve të kurret ose humbet inde në lobin frontal, pikërisht në zonat që merren me planifikimin dhe organizimin, si dhe ndikojnë edhe në aftësinë e të ndjerit keqardhje apo empati për të tjerët. Por çfarë duhet të bëjnë prindrit? Për fëmijët nën 18 muajsh duhen ndaluar kategorikisht gjitha llojet e ekraneve. Prindrit e fëmijëve 18 deri 24 muaj, të cilët mendojnë të prezantojnë fëmijët e tyre me ekranet e tabletave, kompjuterave apo celularëve, duhet të zgjedhin programe me cilësi të lartë dhe të shohin ato së bashku. Për fëmijët nga 2 deri 5 vjeç duhet vazhduar me programe cilësore, por jo më shumë se 1 orë në ditë. Për fëmijët deri në 6 vjeç e sipër duhen caktuar mirë oraret dhe përmbajtja e medias që shihet mbi të gjitha. Kjo kohë nuk duhet të zëvendësojë atë të lojrave apo aktiviteteve fizike në natyrë. Me të gjithë fëmijët duhen zhvilluar biseda në lidhje me produktet mediatike që ata shohin, si dhe mbi rreziqet që mund të vinë nga përdorimi pa kriter i pajisjeve teknologjike. Pra, është një tjetër alarm për të gjithë prindit të cilët ndoshta gjejnë rrugën më të shkurtër ose për shkak të mbingarkesës lejnë fëmijët e tyre përpara kompjuterave, celularëve, por që është një gjë shumë e rrezikshme dhe kjo është të ritheksuar her pas here. Jetë dhe stil në Radio Kontakt. Informacione, këshilla mjekësore, kuriozitete.